Po, sa i përket zgjedhjeve, sigurisht që rezultatet janë befasuese sa i përket numrit apo përqindjes që ka marrë pushteti, sepse është prit një rezultat tjetër në krahasim me punën që është bërë, mirë po pushteti në Kosovë pak është pasi si mundësi ka përdorur realisht të gjitha mundësitë që ka pas të shtetërore në shërbim të votës së vet, dhe kështu që ka arritur të mobilizojë një numër të madh të votuesve, kryesisht nga diaspora, por edhe votues nga shtresat e varfra, ku përmes skemave sociale disa ditë para zgjedhjeve ka arritur që shpërndojë një numër të madh të parave në këmbim të votës në ditën e 28 dhjetorit, ku edhe ka marrë një rezultat që për shumicën prej njerëzve të cilët kanë përcjellë zhvillimet politike në Kosovë, po edhe punët e qeverisë, ka qenë befasues, ndërsa sa i përket opozitës, opozita nuk ka marrë ato që ka prit një rezultat tjetër edhe opozita, mirë po më duket që të qenë gjatë në opozitë, problemet e brendshme brenda vetë opozitës apo mos unifikimi i opozitës gjatë kësaj kohe, si edhe mungesa disa prej figurave kryesore politike në Kosovë, të cilët po mbahen fatkeqësisht në Hag, e ka prunë një rezultat të dobët për opozitën, dhe jemi sot në një situatë ku pushteti ka arritë të marrë 50% të vota, një gjë e cila në Kosovë nga shumica prej neve nuk është prit, por ja që është fakt, dhe tash jemi këtu për diskutuar çka tash e tutje.